fetare. Edhe do elementet të tjera, Sadrian. Puna e 2 milion eurove për bilet, për subvencion. Unë mendoj kështu, jo që s'kan, ata kan, ne po jetojmë me remitancat e diasporës. Unë kisha me propozue, jo 2 milion, por unë kisha propozu që shteti i Kosovës me i pague edhe tash, edhe nesër, edhe pas gjerë, edhe gjithmonë, me javë pague biletat dhe të gjitha shpenzimet diasporës kur vinë këto. Ka shumë kombe që e kanë bo, hebrejt, ju e dini së njëm i pasionuar pas historisë hebreje. Hebrejt, diasporën e tyre e kanë pasën, ja të lutem, sepse aj i cili po vje këto pi harxhan 1.000 euro për bileta. Ti për merë me të mirë se e di që... Jo, të lutem, nuk ka puna. Ti për merë me të mirë se e di që klikimet janë për diasporës. Po, nuk është, jo me punë e thjeshtë. Ani zvizë është ka pagu. Punë cikria. Shqyqa, një shqiptar, kur vje prej diasporës, këto me familje, pi harxhan rrugës 1.000 euro, shteti për ja pagun 1.000 euro, po a i po i le këto 5.000, ti mundosi shtet me gjetë mënyra që ato mos me lanë me shku në Spanjë, ose në Turqinë pozime për me e pru këto. Vesh me pas gjetë para një vjetë. Deshta me thonën se janë disa momente të cilat tinglojnë politikisht, mund të ketë nuanca politike, por ekziston brenda tyre një frim që i te i kalon për masa politike. Ma shkurt se që kash nuk di me folën. Vesh më konë me kujtu para zirë si shumë. Se mund nuk keq interpretu në bos të asoj që e tha Hoxha, të thot, nuk thash që jem kundur xhamis, kundur detim se dim që aty ka... E kuptova, edhe ke qartë. Të thot, aty bledut me qenë një plakat për kujtimore, si kështë do të bënd për ata njerëz, ato viktima që kanë pësu nga gjenocidi serb në Axhami, por që 6 vjetë në qeveri, edhe kur nuk e përmeni, kur nuk shku dhe pikrish në kofushat e për shkon, edhe po të regon se ti ki me bo ki xhami, kisha në Ferizaj... Jo be, Agim Bahtiri shumë me heret ka pason këta me bo? Po flasën për Albinin, jo për Agimin. Kisha në Ferizaj është 4 vjetë u ndërtu, dhe në thotë kur sukane, tash për shkon kofushat e për ju kalëzën aty, që po bom rekullin. Ane be bile dikur në qëkan. Po, nëse po flasëm të këtema, feja dhe politika, dhe në thotë, kjo po politizot. Në këtë rast. Po feja. Po përdore dhe më thëtë për interes fushatë. Pajtuna. Se nuk jem kundurën edhe me bo xhamin, edhe kishën, edhe ato gjitha. Që që veç më saroni pak për para, ndoshta me të drejt, tha se ka qenë imam me xhamat, pastaj është kyç në politikë, nuk është fort etike, kështu më do këtë Nuk është jeshme. Nuk është jeshme, po. Se ka po fjallin dhe me thonë për personi në fjallë. A i ka dhënë ndërheqje nga detyra e imamit. Ka dhënë ndërheqje nga detyra e imamit. Kemi që të qartë, one po e shona për shumë studje për follet. Po është rast, se generisht që të kesh presidenti Sajdiu. Me dy sauna pasol, më bu kandidat për deputet. Pasuli me rrypa u konë mërana. A e lom fjollin pasturit. Arsyeja dorëheqës do në thotë po ditë për shaka qena, kupton? Se ti nëse del dhe puqon për xhamon, pse puqon? Rri aty, s'ki nevojë me dal të çoj. Më bëni halal. Më bëni çam ta bëj halal, rri krye punën misionin. Në përgjithësi feja do të me qëndru larg politikës. Në mënyrë janë bashkësia islame, ligjet islame do të thotë që ne hoxh më morë me politikë. E ka ndalume me rregulloret e bashkësisë islame, mos me kushtetull, po janë do nën ligje aty. Është e ndaluar një punonjës aktiv, sidomos imam i bashkësisë islame të jetë pjesë e partive politike. E ka të ndaluar. Ajo me ligjet e bashkësisë islame e shfaqson, po mënyra do të thotë, a kupton, veprimet. Ama di pse ka dosh në një politikë, unë arsyetoj, se i ka po të gjujt në për kuvend, ka thonë mos për desna, i kjo është ka jale o gjenozën. Apo kuptan, edhe kjo është një farë. Pastor, çka mendoni ju, a do të me investu në kufushatën, kisha dhe në xhamia? Se ti s'foli heq për këtim. Unë përpiqem për para se me folë edhe me dëgju mas pari meqt, edhe ta që janë këto pse jo. Edhe mirë që shtrohen problemet këtë mënyrë, edhe që të dy, respekte shumë për
Hoxh Bajramin dhe Manuelin. Në këtë kohë veçan ku ka filluar fushata politike ende pa u shpallë, ajo qenë zgjedhjet e parakohshme është vetëm 10 ditë. Do të filloj nga në fundjavës tjetër kur. Mirë, më kthy te tema feja dhe politika. E para punës ne kur që s'kemi çka me zbuluar në raportet tona, shoqërore ose në politikën në vendin tonë, sepse këtë skem nuk ka shtet në botë që nuk e përdor, nuk e shfrytëzon ose nuk e keq përdor. Ku do që ndodhë?